Edhe java e trisht e 21 janarit, 15 vjet pas krimit shtetëror, vrasjes së 4 burrave të pafajshëm protestues tërësisht paqësor me pushkët e shtetit në bulevard, dhe përsëri 20 janari erdhi me hijen përqeshse të padrejtësisë. 20 janari është në llojin e atyre krimeve që unë kam thënë që shkruhet herës, janë krime shtetërore për cilët drejtësia vonon, po asnjëherë nuk harron. Krime shtetërore duan kohë të zbardhën, por koha nuk i zhbëndot nga kujtesa dhe nga tryeza e njerëzve të drejtësisë. Dhe uroj, shpresoj që spaku të zgjohet dhe të bëj më në fund punën e vet mbi këtë krim që është një njoll për drejtësinë shqiptare dhe nuk duhet lejuar që të bëhet një njoll, sepse do të jetë e pashlyeshme për vetë SPAK.